Durrësi është një ndër qytetet më të mëdha e më të rëndësishme të vendit tonë. Emri i tij është i njohur që në lashtësi. Kronikën e historisë e traditën e pasur kulturore këtu e prek në çdo hap. Shkrimtari dhe historian i njohur i shekullit të dytë, Prokopi, nga Gaza e Siris, duke përshkruar portiket e qytetit e objektet të tjera të rëndësishme arkitekturore, shënon: Dyraun e kanë përshkruar edhe shkrimtari historian të tjerë. Me përshkrimin e tyre bashkohet realisht dhe fama e këtij qyteti. Kur sheh për herë të parë Dyraun dhe portin e tij, të kënaqet e të shlodhet syri dhe shpirti. Porti i Durrësit sot është më i madhi që ka vendi ynë. Ai është zhvilluar diku pranë portit të lashtë, që u përmbyt bashkë me një pjesë të qytetit nga tërmetet e forta të 5 shekujve më parë. Dhjetra rrugë të ekurta nga i gjithë vendi kryqëzohen në portin e Durrësit. Prej këtej nisen 2/3 e eksporteve tona, të cilat shkojnë në më shumë se 50 vende e në disa qindra firma që ndodhen në 4 anët e botës. Para çlirimit, ky port kishte vetëm një kalat me draca, ku shkarkoshin një herë në muaj 2 anije, nga të cilat njëra transportonte ujë të pishëm për tregtarët e qytetit. Të përfiturosh të shkuarën, sot e ke shumë të vështirë. Gjithmonë më shumë në kalatët e portit vinë mandra që mbajnë stampat e kombinatit metalurgjik Çeliku i Partisë në Elbasan, uzinës televe në Shkodër, kombinateve të tekstilit në Tiranë e Berat, të trikoteksit në Korçë, fabrikave të çimentos në Krujë, Elbasan e Vlorë, si dhe nën produktet të naftës e shumë mineralet përpunuara e të pasuruara në fabrikat tona. Vetëm në njërën nga kalatët e portit sotëm të Durrësit, në 9 orë, kryet ajo punë që përballonte i gjithë porti para shlirimit në 6 muaj. Në vitet e partisë, jeta në portin e Durrësit, si gjithë jeta e vendit, mori ritme të reja, shumë të shpejta, të papara ndonjëherë. Janë shtuar shumë mandrat e përpunuara e gjysmë të përpunuara. Sot rreth 75% e mandrave të eksportuara
janë të industrializuara, në ndryshim me vitet e para pas çlirimit, kur shumë nga lëndët e para nxirreshin jashtë bruto. Njerëzit punëtor të portit i përgjigjen rritjes së vazhdueshme të tij, duke realizuar me cilësi dhe parafatit të gjitha detyrat e planit. Janë një brigadë thjesht ngarkim-shkarkimi në portin tonë. Për punën e saj të mirë, ajo është shpallur heroinë e punës socialiste. Gjatë 6 vjetëve ajo ka realizuar planin e 10 vjetëve, duke punuar me moton që është bërë tani më frymëzim për të gjithë, të rrisim kapacitetin e portit, jo vetëm duke zgjeruar atë, por duke shkurtuar për gjysmë afatin e qëndrimit të anijeve në kalatat tona. Tani, në portin e Durrësit, përpunohen rreth 600 anije në vit. Vesh mineralit kromit, në eksportin e cilit zën vendin e tretë në botë dhe të parin për frymë të popullsisë, tani eksportojmë shumë produkte të bakrit përpunuar, mineralet pasuruara të ekurit e të nikelit, magnezite, pirite, pa përmendur produkte të shumëllojta e shumë të kërkuara të agroeksportit ton, të industrisë së lehtë, punimet e shumta artistike e tjerë. Brenda së sotmes, linde ardhmja e portit të Durrësit. Rriten çdo ditë e marrin forma të qarta konturet e portit të ri. Bëhet ngulje e pilotave prej betoni e krijon imazhet e para të shumë kalatave të reja. Brenda 4 vjetëve ky port i ri do të arrisë edhe 50% kapacitetin e vet. Vazhdon puna për thellimin e fundit të detit. Kalatet e reja që po ndërtohen do të kenë thellësi të mëdha. Në qoftë se sot, në kalatet e portit të Durrësit akostohen një erësh deri në 14 anije të tonazhit të mesëm, në kalatet e reja për herë të parë do të akostohen anije deri në 50.000 tonë. Biga dhe Mreka, biga e parë e madhe me forcë ngritëse deri në 100 tonë. Punëtorët e saj e mbrojtën atë me vetmëim nga dëmtimi në një ditë me furtunë në vitin 1969. Akti heroik i Ademrekës dhe i shokëve të tij u bë shembull frymëzimi për të gjithë. Dhe të porti, me jetën e tij të vrrullshme, është një mjedis tipik i heroizmit gjallë e të përditshëm të njerëzve të punës. Kështu që tani më shumë se 30% e elektrovinçave që punojnë në port janë prodhuar me iniciativat e forcat e vet bazës mekanike të portit. Vinçat 5 tonësh të prodhuar, po i paraprind prodhimit të vinçit par 15 tonësh e atij 25 tonësh që janë projektuar e po ndërtohen.
Fare pran portit të Durrësit është kantieri detar. Ai lindi pas çlirimit të vendit në gjirin e portit, nga nevojat për të riparuar e hedhur në det disa nga barkat tona të peshkimit. Nga barkat e peshkimit prej Druri, u morën përsipër e u ndërtuan barkat e thjeshta metalike të peshkimit e të transportit të madrave e të pasagjerëve. Realizimi i ëndrrës për të ndërtuar anije të tonazhit të lartë u bë kështu çdo ditë e më afërt. Në kantierin detar tani më montohen, saldohen e prodhohen pjesët e anijes së parë metalike 2700 tonëshe, që do të jetë pionierja e anijeve tjera metalike të tonazhit edhe më të lartë. Në byron teknologjike të kantierit hartohen skica, realizohen projekte e bëhen plot diskutime për anijet e mëdha të së ardhmes. Në vitin 1981, rendimenti për metër linear kalat e kaloi shifrën prej 1000 tonësh në vit, duke vendosur portin ton të Durrësit ndër portet me tregues më të lartë. Në çdo ditë të re, prej portit të Durrësit, nisin shumë rrugë të reja. E ai nga këto nisje e pritje rritet gjithmonë më shumë, zhvillohet, transformohet, e dimensionet e tij fitojnë çdo ditë hapësira të reja.